që në bisedën që apo në atë teatrin që lujti Trumpi me Zelenskin në Washington, Trumpi tha atij që ti nuk ke karta për të luajtur. Po. Dhe tashmë përfundimisht kartat po mbarojnë, edhe karta Kurskut po mbaron dhe gjithë kjo është strategjia e Trumpit në fakt që bëhet një paqe me çdo kusht. Paqe duke sakrifikuar interesat kombëtare edhe territorin e Ukrainës. Pra, Trumpi tashmë i duhet një paqe me çdo kusht, i duhet një sukses në fushën politike sepse u bë 2 muaj sa që ka ardhur në pushtet dhe duhet ta japi këtë goditje në mënyrë pastaj që të vazhdoj planin e tij në raportet me Rusinë. Unë desha të përqendrohem pak ajo zhej që thatë ju për punën e shërdhimit apo e shërrimit të satelitëve. Në fakt informacionet merren, por nuk forcat ukrainase nuk kanë më akses. Kjo i shkakton 2 probleme të mëdha ushtrisë ukrainase. I shkakton në radhë të parë probleme në mbrojtje, pasi nëpërmjet sistemit ai është një sistem shumë i përkryer, amerikanët kanë pas më të zhvilluar, nuk është se ushtria ukrainase merrte të dhëna vetëm nga amerikanët, por amerikanët ishin kryesorë që jepnin informacion në këtë dhe që në momentin e nisjes qoftë avionëve për bombardime apo të lëvizjes së forcave etj, ukrainët kishin akses që mund të merreshin informacion, tashmë ata nuk kanë këtë akses, bëhet fjalë që i është lënë aksesi vetëm për rastet për mbrojtje, jo për rastet për sulm. Pra për sulmi është hequr aksesi dhe kjo pastaj në farë mënyrë kjo bie edhe kjo dëmton edhe forcat ukrainase, po dëmton edhe popullsinë civile.